Këto kanë ra për të mos vdekur kur. Nënën dhe 2 vajzat, Qëndresën dhe Mirdonën, Enver Lipa i humbi në luftë. Personat më të dashur të tij, forcat serbe ja vranë dhe më pas ja hodhën në bunar. Ato janë në mesin e viktimave nga masakra mizore në fshatin Sudenis të Istogut. Këto kanë ra për të mos vdekur kur. Këto të njëjta që rrezatojnë këtë pllak, 3 herë i kanë vrarë. Një herë kanë vrarë me plumb, dytën herë kanë menduar që mos jo me gjallë i kanë gjujtë në bunar, dhe e treta herë është që mbas është gjallë prapë jesin dhe e kanë eksplodu bunarin. Trupat, Lipa i tregon se i zjatën tek pas disa ditësh. Na i kemi gjetë me 27 qershor i kemi nxjerr prej bunarit. Unë jem pjesëtar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Unë jam met këtu të i lyp, të kërku, mas po gjinën konë se baba i shoqës, 2 qika Qëndresa dhe Mirdona, babgjësh e kanë pas babën e shoqës, është Haxhi Salihin, dhe nona jeme ka qenë edhe aty pranë. Në përvjetorin e masakrës, në Kosovë nga diaspora ka ardhur edhe vëllau i Enverit, Xhaviti. Kjo është malli, kjo është shpirti, kjo është dhimbja që mbaj 26 vite. Edhe si që thashë edhe me parë, era nuk mi ka morë fjalt, kanë qenë gjithmonë brenda meje. Në kohën e fundit kam fillu që erës, unë të marë fjalt edhe t'i kem në libër. Për këtë krim të rënd, akoma nuk është vendosur drejtësia. Familjarët shpresojnë që një ditë përgjegjësit e kësaj masakre të marrin dënime maksimale.